Prej dhjetorit të vitit 2025, bizneset kanë hasur vështirësi në aksesin e sistemit digital, përfshirë problematikat në sistemin e fiskalizimit self-care e deri te deklarimet e detyrimeve tatimore në sistemin e-filing. Së fundmi, problematikat janë shfaqur edhe me sistemin tatimor elektronik KEC, në të cilën faturat e lëshuara nga pajisjet fiskale nuk përputhen me sistemin qendror të faturimit elektronik të tatimeve. Një faturë e lëshuar një herë shfaqet 2 herë në platformën qendrore. Kontabilistët dhe ekonomistët sqarojnë situatën e ditëve të fundit. Pam që shkurti neve nuk po na rekordote faturat e lëshuara me ato çfarë dilnin në platformën qendrore ose në tatime. Si në shitje, si në mbledhje, në platformën qendrore të fatura ishin të dubluara. Dhe për këtë arsye ne kishim mospërputhje të deklarimeve asaj ka self-care dhe programeve që ne punojmë. Do me thënë që një faturë pavarësisht se është lëshuar një herë nga biznesi, ajo gabimisht është transferuar në platformën 2 herë. Kësaj radhe ka të bëjmë fakt me përgjegjësinë tatimore, tatimin mbi fitimin. Nuk është hera e parë, edhe para 2 vitesh ka qenë një situatë e tillë. Tani ripërsëritet situata me këstet të tatimit të fitimit, pas dyfishim të kësteve, që sidoqoftë është shumë dhe përsëri përbën një anomali. Ndër arsyet kryesore, ekspertët vlerësojnë mungesën e mirëmbajtjes së sistemit informativ të administratës tatimore, ndërkohë që nga administrata kërkojnë reagim dhe menaxhim të situatës. Është gati publike fakti që sistemi e-filing për momentin nuk ka një kontratë mirëmbajtje zakonshme me shoqërinë specializuar që duhet të ishte. Pra, duhet të ishte përfunduar në janar, u shtypur në shkurt, jemi në mars dhe akoma sistemi ynë informatik sa i takon tatimeve, bazës tatimore, nuk menaxhohet, nuk bëhet mirëmbajtja e zakonshme. Ka ndërprerje shërbimin e mirëmbajtjes së sistemeve, edhe duke mos patur persona përgjegjës që ka qenë deri tani mirëmbajtja e sistemet, kjo ka ngelur ndoshta edhe të personave të cilët janë përballen me herë të parë ose IT-ve të cilët përballen për herë të parë me këtë problematik. Administrata tatimore përgjatë rasteve të fundit prej muajsh nuk ka reaguar ndaj këtyre probleme të sistemit informatik. MCN tentoi të merrte një koment nga administrata tatimore, por nuk morën përgjigje nga asnjë prej numrave të kontaktit. Ekonomistët thonë se shumë biznese kanë të vështirë të kuptojnë problematikën dhe barra bie mbi ta, duke bërë punë të shumëfishtë manualisht.